Sa para keni shpenzuar këtë vit duke bler plera për kopshtin tuaj? Mendoni për një moment. Pako pas pakoje, shishe pas shisheje, thas pas thasësh, plera kimike që premtojnë mrekulli dhe shpesh nuk japin asgjë tjetër përveç dëmtimit të tokës me kalimin e kohës. Dhe ndërkohë, çdo ditë të vetme, ju hidhni në kosh ose në lavaman disa nga plerueset më të fuqishme dhe më të pasura që ekzistojnë në botë, pa e ditur fare se çfarë po hidhni. Po, e vërteta është pikërisht kjo, dhe ka shumë mundësi që edhe ju e bëni këtë gabim çdo ditë. Kuzhina juaj dhe kopshti juaj janë plot me ushqim të jashtëzakonshëm për bimët, plera që kushtojnë €0 dhe që shpesh funksionojnë po aq mirë ose edhe më mirë se çdo gjë që blini në dyqan me para të shtrenjta. Lëvozhgat e vezëve që i hidhni çdo mëngjes, lëkurat e bananes, bërësit e kafes së mëngjesit, hiri i sobës, uji ku zjeni perimet, lëkurat e qepës, të gjitha këto janë ari i pastër për tokën tuaj dhe ju po i hidhni. Gjyshet dhe gjyshërit tanë nuk blinin kur ple nga dyqani, sepse ata e dinin një të vërtet të thjesht që ne e kemi harruar. Toka ushqehet me atë që na jep vetë natyra dhe jeta e përditshme, jo me kimikate. Sot do t'ju tregoj 10 plera krejtësisht falas që mund t'i bëni vetë në shtëpi, çfarë përmban secili prej tyre, për cilat bim është më i mirë, kur duhet përdorur dhe si ta përdorni saktë që bimët tuaja të shpërthejnë me lule dhe fruta. Këto janë të njëjtat sekrete që të parët tani përdornin me mjeshtëri dhe që kopshtarët më të mirë sot i mbajnë si thesar të fshehtë. Në fund do t'ju jap edhe planin se si t'i kombinoni gjatë sezonit, sepse aty është çelësi i vërtetë. Nëse ende nuk jeni abonuar në kanal, bëjeni tani, sepse çdo javë sjell teknika reale dhe të provuara si këto. Le të fillojmë menjëherë. Para se të kalojmë të vetë plerat, është shumë e rëndësishme të kuptoni pse ato falas nga shtëpia janë shpesh më të mira se plerat kimike të shtrenjta. Sepse kur e kuptoni këtë, nuk do të shpenzoni më kur para kohë. Plerat kimike i japin bimës vetëm disa element kryesor në formë të koncentruar, zakonisht vetëm azot, fosfor dhe kalium. Kjo është njësoj si t'i japësh një njeriu vetëm 3 vitamina në tablet dhe të mendosh se e ke ushqyer. Bima rritet shpejt dhe duket e bukur për pak kohë, por diçka e keqe ndodh poshtë, në tokë. Sepse plerat kimike nuk ushqejnë jetën e tokës. Toka e shëndetshme është plot me jetë, me miliona mikroorganizma. Me krimba, me kërpudha të dobishme, të gjitha këto punojnë bashkë për të ushqyer bimën natyrshëm. Plerat kimike, me kalimin e viteve, e vrasin këtë jetë. Toka bëhet e vdekur, e ngjeshur, e fortë si beton dhe plotësisht e varur nga doza tjetër kimike. Sa më shumë përdorni, aq më shumë ju duhet. Plerat organike nga shtëpia bëjnë saktësisht të kundërtën. Ato jo vetëm që ushqejnë bimën, por ushqejnë edhe vetë tokën. Ndërsa dekompozohen ngadalë, ato ndërtojnë një tokë të pasur, të errët, të gjallë dhe plot jetë. Kjo tokë mban ujin shumë më mirë, kështu ujitni më rrallë. Rrit bimë shumë më rezistente ndaj sëmundjeve dhe insekteve. Dhe bëhet më e mirë çdo vit që kalon, në vend që të varfërohet. Mendojeni si ndryshimin midis një ilaçi që të mban gjallë përkohësisht dhe një ushqimi të shëndetshëm që të bën vërtet të fortë. Dhe mbi të gjitha, plerat shtëpiake janë krejtësisht falas. Ju paguani për to vetëm duke mos i hedhur më gjërat që tashmë i keni në shtëpi. Tani le të shohim një nga një 10 plerat më të mira që mund të filloni t'i përdorni që sot. Le të fillojmë me 5 plerat që i keni pikërisht tani në kuzhinën tuaj, ndoshta në koshin e plerave. Pleu i parë, lëvozhgat e vezëve. Këto janë një nga burimet më të mira, më të pastra dhe më të lira të kalciumit për bimët tuaja. Pse është kaq i rëndësishëm kalciumi? Sepse ai parandalon një nga problemet më të bezdishme të kopshtit, kalbjen e majës së frutit të domatet, specat dhe patëllxhanët, ai problem ku fundi i frutit bëhet i zi, i njom dhe i kalbur pikërisht kur pret ta korrësh.
Kalciumi gjithashtu forcon muret e qelizave të bimës, duke e bërë më të fortë dhe më rezistente. Si t'i përdorni sakt? Mblidhni lëvozhgat, shpëlajini shpejt. Lërini të thahen mirë dhe pastaj thërmojini sa më i më të mundeni. Sa më i më të jenë, aq më shpejt i thith bima, sepse copat e mëdha marrin muaj për t'u zbërthyer. Mënyra më e mirë është t'i bluani derisa të bëhen si pluhur. Pastaj shpërndajini rreth bazës së bimëve dhe përzjejini pak me tokën e sipërme. Një mënyrë tjetër e shpejtë është t'i vendosni lëvozhgat e thërmuara në ujë për disa ditë dhe të përdorni atë ujë të pasur me kalcium për ujitje. Vendosini gjithmonë kur mbillni domatet që kalciumi të jetë gati kur të vinë frutat. Pleu i dytë, lëkurat e bananes. Këto janë një thesar i vërtet që pothuajse të gjithë e hedhin. Dhe është gabim i madh. Lëkurat e bananes janë jashtëzakonisht të pasura me kalium, dhe kaliumi është pikërisht elementi që u duhet bimëve për të bërë lule të bukura dhe fruta të shumta e të ëmbla. Nëse doni më shumë lule të trëndafilat, më shumë fruta të domatet, ose fruta më të ëmbla, lëkurat e bananes janë sekreti. Si t'i përdorni? Ka disa mënyra. Mënyra e parë, priteni lëkurën në copa të vogla dhe varrosini disa centimetra thellë në tokë pranë rrënjeve, ku dekompozohen dhe lëshojnë kaliumin ngadalë. Mënyra e dytë dhe e preferuara ime, vendosni 2 ose 3 lëkura bananeje në një kavanos me ujë, lërini të qëndrojnë 2 ose 3 ditë. Pastaj hiqni lëkurat dhe përdorni atë ujë të pasur me kalium për të ujitur bimët gjatë lulëzimit. Mënyra e tretë, thajini lëkurat dhe bluajini në pluhur për t'i ruajtur për më vonë. Pleu i tretë, bërësit e kafes. Mos i hidhni kur më ato bërësi që mbeten çdo mëngjes. Bërësit e kafes janë të pasura me azot, elementin që bima ka nevojë për të rritur gjethe të gjelbra dhe të shëndetshme, dhe gjithashtu përmirësojnë strukturën e tokës duke e bërë më të butë dhe të ajrosur. Ato i pëlqejnë veçanërisht bimët që duan tokë pak acide, si domatet, trëndafilat, boronicat dhe hortensitë. Si t'i përdorni? Përzjejini në sasi të vogla direkt me tokën rreth bimëve. Ose, edhe më mirë, shtojini në grumbullin e kompostit ku bëjnë mrekulli. Një kujdes i rëndësishëm. Mos vendosni një shtresë të trashë dhe të lagësh bërësisht direkt mbi tokë, sepse mund të mykej dhe të krijojë një kore që nuk lë ujin të kalojë. Gjithmonë shpërndajini hollë dhe përzjejini. Pleu i katërt, uji i zjerjes së perimeve dhe vezëve. Kjo është kaq e thjeshtë sa shumica nuk e mendojnë kurrë. Kur zjeni perime, patate ose vezë, ai ujë mbushet me minerale të vlefshme që dalin nga ushqimi gjatë zjerjes. Mos e hidhni kurrë atë ujë në lavaman. Lëreni të ftohet plotësisht, sepse uji i nxehtë djeg rrënjët dhe pastaj përdoreni për të ujitur bimët tuaja. Është një pleh i lehtë, i butë dhe krejtësisht falas që u jep bimëve minerale shtesë me çdo ujitje. Vetëm sigurohuni që uji të mos ketë krip, prandaj mos përdorni ujin e perimeve që i keni kripur. Plehu i pestë, lëkurat e qepës dhe të hudhërës. Ato lëkura të thata që i hidhni çdo herë që gatuani janë në fakt të pasura me kalium dhe squfur. Vendosini në një enë me ujë dhe lërini të qëndrojnë 1 ose 2 ditë derisa uji të marrë një ngjyrë kafe të lehtë. Ky ujë jo vetëm ushqen bimët me kalium, por squfuri natyral gjithashtu ndihmon në largimin e disa insekteve dhe në parandalimin e disa sëmundjeve të kërpudhave. Përdoreni për ujitje rreth rrënjeve. Ose spërkateni mbi gjethe si një mbrojtje e lehtë natyrale. Këto 5 plera nga kuzhina, gjëra që i hidhni çdo ditë pa u menduar, mund ta transformojnë plotësisht kopshtin tuaj pa ju kushtuar as edhe një cent. Nëse deri tani po mësoni gjëra të dobishme që do t'ju kursejnë para, bëni një klik të vogël dhe abonohuni në kanal. Kështu nuk humbisni asnjë nga videot e ardhshme me teknika reale dhe të provuara për kopshtin tuaj. Tani le të vazhdojmë me 5 plerat e tjera, ato nga kopshti dhe oborri, që janë edhe më të fuqishme.
Tani kalojmë të plerat që i gjeni në kopsh dhe në obor, disa nga më të fuqishmit dhe më të plotët që ekzistojnë. Plehu i 6, hiri i drurit. Nëse keni sobë me dru, oxhak, ose ndizni zjarë në obor, mos e hidhni kur atë hi. Hiri i drurit është një nga plehuesit natyrale më të pasura me kalium dhe me minerale të tjera si kalcium dhe magnez. Ai ndihmon bimët të bëjnë fruta dhe lule, forcon kërcellin që të mos këputet dhe ëmbëlson frutat në mënyrë të mrekullueshme. Si ta përdorni? Shpërndani një shtresë shumë të hollë hiri rreth bimëve dhe pemëve dhe përzjeheni lehtë me tokën e sipërme. Një kujdes shumë i rëndësishëm. Mos teproni kurrë me hirin, sepse ai e bën tokën alkaline, domethënë e kundërta e acidit. Një grusht i vogël rreth çdo bime është më se i mjaftueshëm. Hiri është veçanërisht i shkëlqyer për pemët frutore, për hardhin dhe për domatet e specat gjatë kohës që bëjnë fruta. Por mbani mend, kur mos e vendosni te bimët që duan tokë acide, si boronicat, sepse do t'i dëmtoni. Plehu i 7, plehu i lëngshëm i hithrës. Këtë e kam përmendur edhe në video të tjera, sepse është vërtet kaq i fuqishëm sa nuk mund të mos e përmend përsëri. Hithra që rritet falas kudo pranë rrugëve dhe fushave është plot me azot, hekur dhe minerale. Është pothuajse një pleh i plot në një bimë të vetme. Si të bëni plehun? Mblidhni rreth 1 kilogram hithra të freskëta, gjithmonë me doreza sepse djegin dhe vendosini në një kovë me 10 litra ujë. Mbulojeni lirshëm dhe lëreni të fermentohet për rreth 2 javë, duke e përzier një herë në ditë. Ju paralajmëroj, do të ketë një erë shumë të fortë dhe të pakëndshme, prandaj vendoseni kovën larg shtëpisë dhe fqinjeve. Kur fermentimi mbaron, holloni një pjesë pleh me 10 pjesë ujë të pastër dhe përdoreni për të ujitur rrënjët e bimëve. Është një pleh i fuqishëm rritjeje, i përsosur për fazën kur bimët po rriten dhe kanë nevojë për gjelbërim. Plehu i 8, plehu i lëngshëm i konsolidës. Konsolida është ajo bimë e madhe me gjethe të gjera e të ashpra që rritet e egër dhe që shumë e shohin si barë. Por ajo ka një superfuqi. Rrënjët e saj shkojnë shumë thellë në tokë, deri në 2 metra, dhe thithin kalium dhe minerale nga thellësia ku bimët e tjera nuk arrijnë. Bëhet saktësisht si plehu i hithrës, duke e lënë të fermentohet në ujë për disa javë. Dallimi kryesor është ky. Ndërsa hithra jep shumë azot për rritjen e gjetheve, konsolida jep shumë kalium për lulet dhe frutat. Nëse i kombinoni të dyja, hithrën dhe konsolidën, keni një pleh të plotë dhe të përsosur natyral, njërin për rritje dhe tjetrin për fruta. Plehu i 9. Komposti, mbreti i vërtet i të gjithë plehrave. Nëse ka vetëm një gjë që duhet të filloni të bëni në kopshtin tuaj, është komposti. Komposti bëhet duke grumbulluar mbeturinat organike, mbetjet e perimeve dhe frutave nga kuzhina, gjethet e thara, barin e prerë, kashtën, dhe duke i lënë të gjitha të dekompozohen bashkë për disa muaj derisa kthehen në një tokë të zezë, të pasur, të shkrifët dhe me një erë të këndshme si dheu i pyllit pas shiut. Si ta bëni? Zgjidhni një cep të kopshtit dhe bëni një grumbull ose një kuti të thjeshtë me dërrasa. Shtoni mbetjet organike duke alternuar gjërat e njoma si mbetjet e perimeve me gjërat e thata si gjethet dhe kashta. Përzijeni her pas here që të marrë ajër dhe mbajeni pak të lagësht si një sfungjer i shtrydhur. Brenda pak muajsh, keni plehun më të mirë në botë, plotësisht falas. Komposti jo vetëm ushqen bimët me gjithçka që u duhet, por ndërton tokën më mirë se çdo gjë tjetër. Plehu i 10, plehu i kafshëve i dekompozuar mirë. Nëse keni pula, lopë, dele, dhe ose kuaj, ose nëse mund të merrni nga një fqinj në fshat, plehu i tyre është një pasuri e madhe për kopshtin. Por këtu ka një rregull jetik që nuk duhet ta harroni kurrë. Kur mos e përdorni plehun e freskët të kafshëve direkt në kopsht, sepse është shumë i fortë dhe djeg rrënjët e bimëve. Dhe mund të sjellë barra e sëmundje.
Gjithmonë lëreni të dekompozohet dhe të piqet për disa muaj, derisa të bëhet i errët, i shkrifët dhe pa erë të fortë. Vetëm atëherë përzjeheni me tokë. Plehu i pulave është veçanërisht i pasur dhe i fuqishëm, prandaj përdoreni në sasi më të vogla. Plehu i lopës dhe i kalit është më i butë dhe i shkëlqyer për të përmirësuar tokën. Këto 5 plera nga obori, të kombinuara me 5 ato nga kuzhina, ju japin absolutisht gjithçka që kopshti juaj ka nevojë, pa asnjë kimikat dhe pa asnjë euro të shpenzuar. Tani që i njihni të 10 plerat, do t'ju tregoj sekretin më të rëndësishëm të gjithëve, si t'i përdorni në momentin e duhur gjatë sezonit. Sepse edhe plehu më i mirë i përdorur në kohën e gabuar nuk jep rezultat. Sekreti kryesor është ky. Bima ka nevoja krejt të ndryshme në faza të ndryshme të jetës së saj. Në fazën e parë, kur bima është e re dhe po rritet, ajo ka nevojë kryesisht për azot, elementin që ndërton gjethe të gjelbra dhe kërcell të fortë. Në këtë fazë, përdorni plehun e hithërës, bërësitë e kafes dhe kompostin, të gjitha të pasura me azot. Këto do t'i japin bimës një fillim të fuqishëm dhe një trup të shëndetshëm. Por pastaj, kur bima fillon të lulëzojë dhe të formojë frutat e para, gjithçka ndryshon dhe këtu bëjnë gabimin shumica e njerëzve. Në këtë fazë, bima nuk ka më nevojë për shumë azot, sepse azoti tani do ta detyronte të bënte edhe më shumë gjethe në vend të frutave. Tani i duhet kalium dhe fosfor. Prandaj, kur bima lulëzon, ndaloni azotin dhe kaloni te lëkurat e bananes, hiri i drurit dhe plehu i konsolidës, të gjitha të pasura me kalium. Ky ndryshim i vetëm dhe i thjesht, kalimi nga azoti te kaliumi në momentin e duhur, mund ta dyfishojë prodhimin tuaj të frutave. Lëvozhgat e vezëve për kalcium përdorini që në fillim kur mbillni, sepse kalciumi duhet të jetë tashmë në tokë para se të vinë frutat. Nuk vepron menjëherë. Kompostin dhe plehun e dekompozuar të kafshëve përzjehini thellë në tokë para mbjelljes dhe shtoni pak edhe 1 ose 2 herë gjatë sezonit. Plerat e lëngshme si hithra, konsolida dhe uji i lëkurave të bananes, përdorini rregullisht çdo 2 javë bashkë me ujitjen. Dhe mbani mend një rregull të artë mbi të gjitha. Mos teproni kurrë me asnjë pleh. Më shumë nuk do të thot kur më mirë, përkundrazi. Një bim e mbipleruar bëhet e dobët, e njom dhe tërheq morrat dhe sëmundjet. Pak pleh dhe rregullisht është gjithmonë shumë më mirë se shumë pleh njëherësh. Para se të mbyllim, le t'ju tregoj gabimet më të zakonshme me plerat shtëpiake, që shmangia e tyre është gjysma e suksesit. Gabimi i parë dhe më i rrezikshëm, të përdorësh pleh kafshësh të freskët e të papjekur. Kjo djeg rrënjët, sjell barëra dhe sëmundje. Gjithmonë, pa përjashtim, lëreni të dekompozohet për muaj të tërë. Gabimi i dytë, të teprosh me hirin e drurit. Sa do i mirë të jetë, hiri e bën tokën alkaline nëse e teproni dhe dëmton bimët. Përdorni vetëm pak. Gabimi i tretë, të vendosësh një shtresë të trash e të lagësh bërësi kafeje që krijon myk dhe kore. Gjithmonë shpërndajini holl dhe përzjehini. Gabimi i katërt. Dhe shumë i zakonshëm, të vazhdosh të japësh azot gjatë lulëzimit. Kjo të jep një bim të madhe e të gjelbër, por me pak fruta. Kaloni te kaliumi kur bima lulëzon. Gabimi i pestë, të mbipleherosh duke menduar se sa më shumë pleh aq më shumë fruta. E kundërta është e vërtetë, mbipleherimi dobëson bimën dhe tërheq morrat. Gabimi i gjashtë, të hedhësh plehun e lëngshëm mbi tokë krejt të thatë. Gjithmonë ujitni pak me ujë të pastër para, që rrënjët e ndjeshme të mos digjen nga plehu i koncentruar. Shmangni këto 6 gabime dhe plerat tuaja falas do të funksionojnë në mënyrë të përsosur, duke ju dhënë një kopsht që shumë do ta kishin zili. Kështu që nga sot e tutje, para se të hidhni lëvozhgat e vezëve, lëkurat e bananes, bërësitë e kafes ose hirin e sobës, ndaloni një moment dhe mendoni mirë. Në duart tuaja po mbani pikërisht plehun që bimët tuaja e duan dhe e kërkojnë.
Nuk keni nevojë të shpenzoni para për plera kimike që në fund dëmtojnë tokën tuaj. Keni nevojë vetëm të shihni me sy të ri gjërat e thjeshta që tashmë i keni në shtëpi çdo ditë. Lëvozhga vezësh për kalcium që në mbjellje. Lëkura bananeje dhe hidruri për kalium gjatë lulëzimin. Bërsi kafeje dhe plehithre për azot gjatë rritjes. Konsolida për fruta të ëmbla. Dhe komposti, mbreti i të gjithëve që ndërton tokën për gjithmonë. Mos u përpiqni t'i bëni të gjitha njëherësh që në fillim. Filloni këtë javë me 1 ose 2 nga këto plehra, ato që i keni më lehtë, dhe shtoni të tjerat dalë ngadalë me kohë. Do të shihni se si toka juaj bëhet më e pasur dhe më e errët çdo vit, si bimët bëhen më të forta dhe më të shëndetshme, dhe si frutat bëhen më të bollshme dhe më të ëmbla, pa shpenzuar asnjë euro dhe pa vendosur asnjë kimikat në ushqimin që ha familja juaj. Kjo është mençuria e vjetër dhe e vërtetë që na jep kopshte të shëndetshme dhe të begata, ashtu si i kishin gjyshet tona. Shkruani në komente cilin nga këto 10 plehra e përdorni tashmë në kopshtin tuaj. Dhe cilin nga ata do ta provoni të parin pas kësaj videoje. Më interesojnë shumë përvojat tuaja. Nëse ky video ju ndihmoi dhe ju pëlqeu, jepni një like dhe ndajeni me dikë që ende shpenzon para kot për plehra kimike, sepse mund t'i kurseni shumë para. Dhe abonohuni në kopshti i agimit për teknika reale dhe të provuara çdo javë. Shihemi në videon tjetër. Mirupafshim dhe kopsht të bollshëm e të shëndetshëm.